Vjen lajmi që po dridhi gjithë botën. Themeluesi i antropologjisë greke, duam apo s'duam ne, me shqiptarët kemi një gjak. Arvanitasi i famshëm Aristidh Kolla argumentonte në studion televizive greke praninë e shqiptarëve në historinë e shtetit grek. Themeluesi i madh i antropologjisë greke, Kamuri, i cili i mbështet me fanatizëm pastërtinë e racës greke, tha këto fjalë: "E duam apo nuk e duam ne? I duam apo nuk i duam shqiptarët? Jemi popull vëllezër." Ky ishte një ndër argumentet mbi të cilat mbështetej. Studiuesi Arvanitas Aristidh Kolla për të argumentuar lidhjen mes shqiptarëve dhe grekëve. Në një studio televizive greke, në vitin 1999, Arvanitasi i famshëm Aristidh Kolla argumenton se shqiptarët dhe grekët kanë lidhjen e tyre vëllazërore. Për të vërtetuar hipotezën e tij, ai mbështetej edhe tek një fakt tjetër historik. Është fjala për vitin 1899, ku kishte dalë në dritë një deklaratë e fëmijëve të heronjve të luftës së 1821-shit, ku e bënte thirrje shqiptarëve musliman që të luftojnë sllavët dhe uljen e tyre nga jugu, si dhe dëbimin e turqëve nga Ballkani. Do ju them pjesën e parë nga thirrja: "Vëllezër, ju ftojmë edhe ju vëllezër, sepse se sh'nandau turku dhe fet. Ne nuk pushojmë të jemi vëllezër. Gjaku ujë nuk bëhet." Në rast se heronjtë e 1821-shit dhe fëmijët e tyre nuk dinin se çfarë thonin dhe ishin tradhtar, atëherë nuk e di as unë se çfarë po them dhe jam edhe unë tradhtar. Do iki nga aty dhe do të shkoj para 40 vjetësh tek themeluesi i madh i antropologjisë greke, Zoti Kamuri, i cili mbështet me fanatizëm pastërtinë e racës greke. Ai tha këto fjalë: "E duam apo nuk e duam ne? I duam apo nuk i duam shqiptarët? Jemi popull vëllezër", thot Aristidh Kolla, arvanitasit me origjinë greke. Aristidh Kolla ishte pjesë e komunitetit Arvanitas në Kaskavel të Thivës në Greqinë Qendrore. Aristidh Kolla studioi për jurisprudencë në Athinë dhe pas mbarimit të universitetit për shumë kohë ju përkushtua traditave kombëtare të arvanitasve në Greqi. Vepra e tij kryesore, Arvanitasit dhe origjina e grekëve, bëri një jehon të gjerë në botën e arvanitasve. Njohu 9 botime brenda 10 vjetëve. Ishte botues i revistës Besa, si dhe revistës tjetër Arvanon, të cilat pasqyronin jetën dhe traditat e botës arvanitase. Aristidh Kolla bashkëpunoi vazhdimisht me arbëreshët e Italisë, me shqiptarët e Amerikës, me intelektualët në Kosovë, të Turqisë dhe atyre të Shqipërisë dhe me arbëreshët e Korsikës. Ai u bë i njohur në Greqi veçanërisht për përkrajen morale që i dha luftës së UÇK-s, duke u shfaqur në disa debate televizive. Aristidh Kolla nisi hartimin e fjalorit Arvanitas, vepër të cilën nuk arriti ta përfundonte. Ai ndroi jetë në vitin 2000 pas një sëmundjeje të rëndë.